Ne jemi vërtet, jemi presim me shumë kënaqësi. Samiti do të zhvillohet në ato 3 data në Pallatin e Kongreseve. Është samiti i 4, pra është edicioni 4 që vjen. Lidhja me diasporën ka qenë dhe mbetet shumë e fortë dhe një angazhim shumë i rëndësishëm i joni për ta sjellë diasporën gjithmonë më pranë. Jo vetëm padyshim për kontributet që ata mund sjellin fizikisht në vend, por edhe për ato që nuk janë, le të themi, fizike, por edhe për kontributin që ata sjellin, qoftë edhe me prezencën e tyre në diasporë, me gjithë kontributet që ata sjellin në vendet ku janë, ku kanë rrënjët e tyre, ku kanë shoqëritë, ku kanë, po themi, ngritur eksperiencën e tyre profesionale, dhe shumë e rëndësishme që zëri shqiptar të dëgjohet kudo. Ky summit vjen ndryshe, vjen më afër diasporës, në sensi që do të jemi duke punuar me diasporën dhe jo vetëm për diasporën. Do të shkalojmë nga diskutimet tek rezultate, tek piketa konkrete, dhe do të jenë 3 ditë vërtet intensive, do të ketë panele të ndryshme, do të ketë aktivitete të ndryshme, side events, pra dhe diskutime edhe më të ngushta me diasporën tonë për tematika të caktuara. Ju e përmendët, vim nga një 10 vjeçar që shumë gjëra kanë zhvilluar, padyshim në Shqipëri, por edhe në botë, dhe për sa i përket marrëdhënies tonë me diasporën veçanërisht. Samiti i parë në 2016 ai krijoi kontaktet e para, le të themi, me diasporën, apo vuri ato themelet e para, qoftë themelet ligjore, qoftë ato institucionale. Më pas dhe i dyti po ashtu ne kemi patur ministrin e shtetit për diasporën, pra u ngrit u bë ligji për diasporën, u bë agjencia kombëtare e diasporës në ato kohë, këshilli koordinues i diasporës që ka personalitete të cilët kontribuojnë edhe sot nëpërmjet këtij këshilli, apo dhomaj biznesit e diasporës,